Njësitë policore kanë asistuar inspektoratin e komunës së Drenasit në aksionin për rënimin e terracës së një restoranti në pronësi të Selman Sinanit, babait të asamblistit të PDK-s, Arigan Sinani. Pronari pretendon se aksioni ishte paralajmëruar vite më parë nga kryetari Ramiz Lladrovci, nëse djali i tij nuk do ta mbështeste në kuvendin komunal. Si dëshmi për kërcënim ka prezantuar edhe një SMS, për të cilin tha se ja kishte dërguar Lladrovci. Pasha një besë të Zotit, ku në vend nuk ju la as derën prej 60 metrash nuk mundet me e qel. Kjo çështje është në duart e tyre, zgjedh e merre. Abelardit i kam thënë shko fol me ta dhe tregojo që kur ta nis bagerin, mos hajdeni më thënë amanale. Aksioni përfshin rënimin e gjithë infrastrukturës përreth restorantit, deri afër mureve të objektit. Vendimi për rënim ban të njëjtën datë me mbledhjen e Asamblesë Komunale të Drenasit, 29 prill 2024, ku pati dështuar propozimi për dhënien në shfrytëzim afatgjat të një numri pronash komunale. Në mesin e asamblistëve që nuk i dhanë përkraje Lladrovcit ishte edhe Arigan Sinani. Pronari ka thënë se aksioni përbën hakmarrje politike. Nuk shkon, ma hakmarrje s'ka qysh me kon. Nuk shkon. Ma diatizëm se çapo me bon. Sunë di. Edhe unë e familjam që me mujtë hinë të shonke aj, se jo të progë i derës, më të izolu, me t'i upë krejt drejtat. Për çka me kalzu forcën e vetë që une, jam ma që i rënoj, jam me legja pa legjë. Sinani tha se Lladrovci fillimisht ka tentuar t'i josh në këmbim të votës në asamble. Ka inqizime që ka thonë, çka dush t'jap, çka dush të këpëzaj, veç hajde voto. Djali ka pas mendimin e vetë, është i votun prej poplit, ja ka morë mena që s'është ashtu. Në komunën e Drenasit i thanë kohës se kryetari Lladrovci ndodhet jashtë vendit dhe nuk mund të përgjigjet pretendimeve të pronarit. As drejtori inspektoratit Petrit Sinani nuk pranoi të prononcohej, por tha se aksioni bazohet në një vendim gjykate që lejon rënimin. Pronari lokalit insistoi se vendimi nuk është i plotfuqishëm, por tha se është marrë vetëm nga shkalla e parë dhe atë e kanë apeluar. Koha atë gjykimin e ka kërkuar në gjykatën themelore të Prishtinës, mirë po gjatë ditës nuk i është ofruar. Bazuar në dokumente, Komuna e Drenasit e arsyeton aksionin me nevojën për realizimin e një projekti për parking. Megjithatë, pronari pretendon se në projektin e publikuar më herët vija e fundit e ndërhyrjes ndalet te platoja dhe jo te muri i lokalit. Sipas tij, rënimi u bë vetëm në pjesën e restorantit dhe jo në objektet e tjera brenda të njëjtit kompleks.